minimalisht do duhet ta çojë dikush një email. Minimalisht do të ketë një drejtor komercial, Liga Profesioniste e Futbollit. Një bilet lotarie. Një telebive. Liga Profesioniste e Futbollit ka pas vetëm presidentin, zotin e nderuar Edvin Libova. Fantastikisht. Dhe bish. Zero strukturë. Lëre zgjidhjen, më thuaj çfarë duhet fituar përveç transmetimit online tjetër. Dhe emrin, sipas logjikës tënde, e shitje në mënyrë të parrekull federata. Bëri mirë themun që e komercializoi pa kampionatin. Jo se po thua që si takon së detyre saj etj. Po jo më shumë mirë u bën 2 lek, 1 lek, 1 lek është më mirë se 0 lek. Duke shitur drejtën televizive, duke shitur emrin e kampionatit, duke shitur kur del tabela ndrimit mund të jetë një logo tjetër aty gjithmonë. Së paku ti furnizoj me tabela ndrimit se s'ka marketing. Pikërisht. Duke marrë këto parat e tjera, unë mendoj që kampionati shqiptar mund t'i prodhojë ca para, por do duhet që Liga Profesioniste të organizohet, të funksionojë, të ketë së paku nga 10 punonjës. Para se shkojmë te marketingu, dhe ta mbyllim këtë temë, se ky është opinionimi. A mos ndoshta duhet të rregullojmë imazhin? Është proces paralel, nuk mund të ecin dot procese të ndara gjë. Ja, është paralel. Duhet të ecin gjitha proceset së bashku. Mos fiksojmë ndeshje. Do duhet, nuk ndodh kjo fiksimi i ndeshjeve. Sa më rrallë do aq më keq bën. Kush e shiti e bleu, kush e shiti, kush e bleu, pastaj s'ka kurrë emra. Të kombinimi kampionat kup për shembull. Po më ka ndodhur ajo dhe më përpara. Ka ndodhur. Pra, mos duhet që të keni edhe një komision etike shumë të rrept, ndërkohë që komercializojnë futbollin, se ndërkohë që Vodafone, komercializimin sërish sa që Milani toleron regjin javën e fundit.